Плоштадот во Тетово денес беше исполнет со живост, бои и детски насмевки. По повод 1 јуни, меѓународниот ден на детето, децата од градските градинки организираа културна манифестација. На настанот присуствуваше и градоначалникот на општина Тетово, Билал Касами, кој истакна дека децата се иднината на општеството, па затоа создавањето подобри услови за нив останува приоритет. Sot këtu në sheshin e Tetovës, këta fëmijë kanë zbukuruar këtë ambient me këtë program që e kanë organizuar. Patjetër që ajo që më shumë t'i avlen angazhimi publik dhe politik është për këta fëmijë që t'u krijojmë kushte më të mira në ambiente ku ata kalojnë pjesën më të madhe të ditës, por sigurisht edhe me investimet të cilat bëhen në infrastrukturë, të cilat bëhen në shkolla, të cilat bëhen në ambiente tjera për sport dhe për kulturë, janë ambiente të cilat ne po krijojmë apo investime të cilat po I bëjmë për të ardhmen e këtyre fëmijëve. Prandaj ne kërkojmë dhe nga të punësuarit në qendrën e Tetovës që të punojnë me këta fëmijë, të përgatitin këta fëmijë për të ardhmen, për jetën, sepse është investimi më I mirë që mund ta bëjmë. Од друга страна, директорката на градинката Ринија, Фатлинда Јахја, нагласи дека работата за благосостојбата на децата е континуиран процес, кој бара тесна соработка меѓу институциите и семејството. Qëllimi I manifestimit është për të shënuar ditën ndërkombëtare të fëmijëve, 1 qershorin. Në këtë ditë fëmijët bashkë me grupet edukatore dhe përkujdese diskutojnë edhe për të drejtat e tyre që në të ardhmen ato në bazë kësaj të kenë një synim se si do të rriten, çfarë do kërkojnë dhe si do ta planifikojnë të ardhmen. Për mirëqenien e fëmijëve asnjëherë nuk është boll. Çdo ditë duhet të punohet, por duhet të punohet jo vetëm në një institucion, por përgjithësi, sepse tregon që pedagogjika është tash ne në qerdhe jemi, po qerdhe edukatorja dhe prindri. Овој проект е поддржан од Академијата Литера. Инаку 1 јуни почнал да се одбележува официјално во повоениот период, поточно по 1950 година, кога е прогласен за меѓународен ден за заштита на децата. И во рамките на поранешна Југославија, овој ден традиционално се одбележувал со слични активности во училиштата и градинките, секогаш ставајќи ги во центарот правата и среќата на најмалите.